Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. Jemi në një natë të veçantë në pjesën e fundit të Ramazanit, se që dim, pra kjo është nata e Kadrit dhe na shpresojmë. Dhe lutim Allahun e lartëmadhëruar që nata e Kadrit e cila Muhamedi alayhi salatu vesselam thotë është në Ramazan. Por ma e afërt është në 10 ditët e fundit të Ramazanit kërkojeni në tokë, në të gjithat. Por duke llogaritur se numrin tek është i preferuar të Zoti, atëherë thot kërkone në netë tek. Pastaj disa nga mendimet e dietarëve, domethënë arrin edhe prej kohës sahabëve se nata e Kadrit më e afërt mund të jetë në natën e 27 të Ramazanit. Por mendimet e tjera të dietarëve përsëri na thonë se nata e Kadrit është lëvizëse. Mund të jetë ndonjëherë në 21, ndonjëherë mund të jetë 23, ndonjëherë thotë mund të jetë në 25 apo 27 apo kështu, 29. Kështu që na duhet ta kemi parasysh se nuk do të thotë se sonte është nata e Kadrit dhe përfundon gjithçka në Ramazan, jo. Ramazani përfundon deri në dakikën e fundit, në iftarin e fundit. Sikur që na kanë treguar hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, kur Allahu xhaleshanu jep shpërblimin ose e përcakton parashesh shpërblimin për agjëruesin e muajit të Ramazanit. Andaj duhet mundohemi që kjo periudhë kohore mos na ikë. Dhe ditët e fundit të Ramazanit gjithmonë kemi thonë kemi kujdes. Po në veçanti ne të teku e shpresojmë që sonte të jetë nata e Kadrit dhe ne të marrim vlerësimet dhe shpërblimet e mëdha që i ka përgatitur Zoti për natën e Kadrit. Nata e Kadrit pse nuk është e ditur? Pse Zoti e ka lënë të paqartë, të panjohur, domethënë e dim se o Ramazan. E para është se që njerëzit jenë aktiv gjatë gjithë kohës. Po e dyta gjë është se Muhamedi alayhi salatu wassalam thotë unë isha në dhomën time në banesën e tij, thotë dhe Xhibrili ose mu informua se cilën natë është nata e Kadrit. Edhe nga gëzimi i madh, une dashta dalë t'i tregoj njerëzve si zakonin xhami, o ju njerëz i ka thirr, t'i tregon se cila është nata e Kadrit. Po kur dol Muhamedi alayhi salatu wassalam në xhami, hasi i zateti 2 njerëz t'u përlanë me zvete. Dhe në atë grindje, Muhamedi alayhi salatu wassalam i qetësoi dhe me nzi që i dajti. Dhe masi i qetësoi ata, i dajti ata, e rregulloi situatën mes tyre, thot më iku nga kujtesa cila ishte nata e Kadrit. Më iku nga kujtesa cila ishte nata e Kadrit. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë se sa herë në një jetë që kemi mosmarrëveshje humbim shumë. Një mosmarrëveshje 2 individëve neve na ka humbë, ta dim cila është nata e Kadrit që të ishim përqendruar në të. Dhe kjo është një argument shumë i madh, një mësim shumë i madh që vazhdon të jetë deri në ditën e Kiametit. Sa herë që ka mosmarrëveshje mes njerëzve, humbet një gjë e madhe në interes të përgjithshëm të muslimanëve. Sa herë që baba e nona përlahen të shtëpia psojnë fëmijët absolutisht. Sa herë që përlahen 2 vëllezër psojnë shumë familja aty. Sa herë në një shoqëri, në një institucion që ka mosmarrëveshje,
dështon institucioni. Sa herë shtetet që kanë probleme të mbrëmshme, falementon edhe shtetet. Dhe kjo tregon mësimi më i madh Zoti na ka lënë në të njëjtën kohë në natën e Kadrit. Në moment kur ju nuk jeni të vëmendshëm të unifikoheni pika të rëndësishme për interesin e përgjithshëm, atëherë humbni shumë si shoqëri, apo si institucion, apo si familje, apo edhe si kom dhe si fe dhe si shtete tjera. Pra Muhamedi alayhi salatu vesselam mori informacion se cila ishte nata e Kadrit. Po kur doli ajo përlamja, ajo grindja, mosmarrveshja e atyre njerëzve, thot më iku nga kujtesa dhe më Xhibrili nuk ja sjolli këtë informacion asnjëherë. Kjo është e vërteta pse nuk e dim natën e Kadrit saktësisht. Kthehemi te vlerat e natës së Kadrit. Allahu xhaleshanu mjafton që në te ka zbrit një sure, e ka emërtuar Suratul Qadr, edhe ka treguar, na ka tregu se nuk dim kurrë për natën e Kadrit. Na ka tregu se na nuk mund të dim asgjë për natën e Kadrit sa Zoti ka lënë përgatitjen e te. Andaj thot Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Surja. Ne thot e kem zbrit Kur'anin në natën e Kadrit, në qiellin e kësaj bote. Dhe pastaj ka zbrit për 23 vjetë Muhamedi alayhi salatu vesselam. I drejtohet Muhamedi alayhi salam thot inna anzalnahu fi lejletil qadr, dhe ne kem zbrit në Kur'anin në natën e Kadrit. Wa ma adraka ma lejletul qadr. Ti o Muhammed nuk din asgjë për natën e Kadrit. Çfarë din ti për natën e Kadrit? Që do thotë se Muhamedi alayhi salatu vesselam nuk kishte njohuri të plota dhe të mjaftueshme për vlerat e natës së Kadrit, sepse sa dinte Muhamedi alayhi salatu vesselam për vlerat e natës së Kadrit, Allahu xhaleshanu ka mshef edhe më shumë për neve. Dhe kjo është mirësi. Për atë Allahu xhaleshanu i drejtohet Muhamedi alayhi salatu vesselam, wa ma adraka ma lejletul qadr. Çka din ti çka është nata e Kadrit? Në këtë mënyrë pyetësore, në mënyrë se nuk i mundsi me ditë. Kur i thot këtë mënyrë, sikur dikush kur drejtohesh tu pak vje keq, ama kur të shka ditë i gjallë të shumë i mirë, vje mirë apo se foli mirë. Muhamedi alayhi salatu vesselam, wa ma adraka ma lejletul qadr. Po e dinte se këtu më shifet diçka e madhe. Më shifet ajo që Allahu xhaleshanu ka përgatit për ummetin musliman, që ta përfitojnë në ditën e Kiametit nga nata e Kadrit. Pastaj thot Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit ka vlerë më shumë se 1000 muaj adhurim. Çfarë janë ato 1000 muaj? Keni ndëgjuar jo? Po na po i rikujtoj. 1000 muaj nuk janë 1000 muaj klasik që na për shembull i llogarisim, 1000 muaj diku bëjnë mes 80 e 3 dhe 84 vjeç. Aty shkon anon më shumë te 84 vite. Nata e Kadrit, nëse na jemi aktiv në 10 ditën e fundit, në 10 netët e fundit Ramazanit, atëherë ne kemi marrë vlera të këtyre ibadeteve më shumë se sa 84 vite, më shumë se sa 1000 muaj. Po pse është përmend 1000 muaj? Është fjalë për 1000 muaj klasik nëse na jetojmë. Këtu ka para pa një jetë njeriu. Një jetë njeriu. Do të thonë, maksimum dikush tani që jeton e kanë 80 të 84 vite. Po kjo 1000 muaj që kishte plus një simbolik se Muhamedi alayhi salatu vesselam gjithmonë xhelozonte kur merrte informacion se popujt e tjerë i kanë pas disa privilegje, disa gjëra që ju ndallu më shumë, e pse si kanë musliman. Domethënë xhelozi pozitive për neve. Por ata duhet ta duam shumë Muhamedit alayhi salatu vesselam, se gjithmonë ka dashur që të na të mrrijnë gjërat më të mira. Dhe kur i informohet Muhamedi alayhi salatu vesselam se nga popujt e mëparshëm kishte një njeri që kishte luftuar fi sabilillah, xhihad, domethënë luftë e shenjtë vetare, veç lufti kishte bërë 84 vjet, 1000 muaj. Dhe tash Muhamedi alayhi salatu vesselam u anku te Zoti dhe tha: "O Zoti, e ke bërë tha popullin tim popullin më të shkurtër me jetë. Dhe aty ne u ke dhënë mundësi me mri më shumë me jetë më të gjatë. Dhe ummeti jem me jetën e shkurtë, sepse vetë Muhamedi alayhi salam thot
mesatarja e popullit ymmetit tem është 60-70. Kjo është mesatarja me plus minus. Dërsa të tjerë i ke dhonë thot shumë dhe ymmeti jem me këtë jetë shumë s'ka mundësi me emri. Andaj edhe Allahu Gjeleshanu ja plotson këtë dëshirë, këtë ndjenjë që e kishte Muhamedi a.s. për ymmetin e vet, edhe i jep vlerësimin e natës së Kadrit, para dhe i thot nata e Kadrit jo sa 1000 muaj, por khairun min alfi shahr, ma e vlefshme se sa 1000 muaj të atij individi. Këtu e shohim tash sa po na do Zoti. Këtu e shohim se sa Allahu Gjeleshanu është i interesuar me çdo kush me na çon xhenet. Me çdo kush Zoti është i interesuar me na çon xhenet. E veç na nëse s'dojmë ajo është punë jona. Me ta mundësu për shembull një natë, një namaz me 84 vjetë që këtë më falë. Një sadak, sa 84 vjetë lirë me dhonat sadak. Lezim Kurani, sa 84 vjetë për shembull me bo, lezim Kurani. Ba mirësin dhe i prindve dhe respektin e veçanë dhe këtë natë, ta llogarit sa që kaqë. Ta llogarit ba mirësit e tjera për kujdesin, ushqimin e ujtarit dhe të varfët e të tjera. Dhe më thonë, të gjitha veprimet, qoftë edhe mendimet tona, se na kanë erë këto mendimet nuk i llogarisën fort interesant. Meditimi është adhurim në veti, gjë që na pak e përdori. Muhamedi a.s. 3 vjet para shpalljes, ka shku ka 1 muj, 2 muj, 3 muj ka në një shpellë meditim. Pra me logjiku, me mendu, me pushu krijet, me mendu krijesën, krijimin, gjërat në jetë, funksionimin të mirat që ekzistojnë të këqijat, çka mujën me ndryshu, çka mujën, kjo është meditimi. Dhe veç me mendu pra gjëra pozitive, të e merr vlerësimin e madh të adhurimit të meditimit. Andaj çka të bësh pra, thot khairun min alfi shahr. Në ata Kadrit ka vlerën më të madhe se sa 1000 muaj. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Do zbresin melaqet dhe Gjibrili në tokë, pra në këtë natë, dhe do të qëndrojnë me izë të Zotit, me detyrat të caktuara deri në mëngjes. Kjo është kulminacioni i respektit. Kur dikush të nderon ama. Kjo, o Zot, nëse guxojna me më shpreh, me këtë Zotin a ka tepru nderin, sepse Gjibrili ka zbrit vetëm në kohën e pejgamberëve në tokë. Dhe zbritja e Gjibrilit në tokë konsiderohet përfaqësuesi i Allahu Gjeleshanu në tokë. Dhe zbritja e Gjibrilit nënkupton mirësitë më të mëdha që janë në ekzistencë për tokën, veç zbritja e tij, ardhja e tij në tokë. Dhe në këtë natë, pas vdekjes Muhamedit a.s. Gjibrili ka kry misionin e vet. Nuk do të ketë punë mision më të Muhamedit a.s. se Muhamedi a.s. vdiq. Atëherë, për me mos me ujbokje shkëputje e bereqetit e të mirave, e mshirës në mes qiellës dhe tokës, Allahu Gjeleshanu çdo vit na sjell Ramazanit, çdo vit na sjell natën e Kadrit, dhe çdo vit në natën e Kadrit e urdhëron Gjibrilin me një numër të madh të melaqeve ta vizitojnë tokën. Të na vizitojnë neve. Domethënë, na Zotin e kena përcjellje gjithmonë 24 orë. Po kjo i bie sikur me darë Zotin shpëton, subhanallahu. Gjibrili është përfaqësuesi i Allahut në tokë. Dhe ardha e Gjibrilit thuhet se çdo shtëpi muslimani do ta shkëto ta viziton. Dhe kjo çka nuk kupton? Kjo nuk kupton se në ditën e Kiametit, kur do të jemi në kriza, në zor, Gjibrili do të jetë dëshmitar, do të thotë o Zot, filani të shtëpia filanit kum pa ibadet, kum pa adhurim, kum pa mirësi, kum dëgju fjalë të mira, kum dëgju lezim Kurani, namaz, urtësi, bamirësi, dashuri mes anëtarëve të familjes. Nëse Gjibrili do ta bën këtë dëshmi, tu ka garantuar xheneti, u kry punën. Se Gjibrili nuk gëzon me dëshmu për dikon që e ka merituar dënimin. Dhe dëshmia e Gjibrilit është dëshmi e madhe, është dëshmi e fortë. Sikur marr kryetari i shtetit sot me dëshmu për ty e dikon, edhe kjo s'ka më madh.
Kështu Gjibrili pra në ditën e Kiametit do të jetë dëshmitari jon, do ta viziton edhe këtë vend ku jemi, edhe xhamitë tona. Do të gëzohet dhe do të lumturor ku të sheh mirësi dhe do të brengoset, do të dëshpërohet ku do të sheh muslimanët në këto kohë, në këto natë me veprimet të negative, të këqija, dhe e din sepse nëse edhe në këtë natë s'kan mujt me gjithë vetën këta njerëz, nëse një muaj Ramazan nga 12 muaj viti s'kan mujt me gjithë vetën, po edhe nga një muaj Ramazan s'paku 10 ditë e fundit s'kan mujt me gjithë vetën, kur do ta gjejnë vetën të Zotit? Kur do ta gjejnë vetën të Zotit? Atëherë është dëshpërimi më i madh kur t'u ka dhënë të gjitha mundësi, si ai tregtari kur i ikin ato berza, ato do të biznesit, këtu ka zonë pak gjumi, ose ka shku dikun që tërkon, kur shkon tjerë të fitua, ki humbi shumë. Kjo është çështje e cila neve na kushton me jetë të përhershme në xhenet ose në xhenem. Andaj vlerë e madhe është se sonte e kemi musafirin special nga ana Allahu xhaleshanu Gjibrilin, i cili i ka vizituar vetëm pejgamberët. Po për hatër të kësaj natë Zoti urdhëron që të na viziton edhe neve. Dhe kjo është nder. Kjo është një nder dhe respekt shumë i madh. Dhe dashuri e madhe që na bëhet neve nga ana Allahu xhaleshanu në shtëpi tona, në vendet tona, në xhamit tona, në punët tona, apo kudo që të jemi ne. Pra, nëse Zoti po na do kaq, nëse Muhamedi alayhi salatu wasalam aq ishte xheloz që për neve të vjen gjithçka, a se kemi borxh që ne ta duam Zotin edhe ta duam pejgamberin Muhamedit alayhi salam? A tham kategoritë e dashurisë janë 4. Pozicionet e dashurisë, ajo është shpirtërore, ajo është bindje, ajo dashuria është iman, ta dush dikon është pjesë e imanit, por ta dush Resulullahin është pjesë kryesore e imanit. Kemi thamë në dashuria ndaj Zotit, se Zoti mas në fund, Zoti është ai i cili na mëshiron na do mas shumë. Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka pas droga, ka thonë o Zoti umeti jem, ndoshta do të dënohen kiamet. Ka i thotë Zoti, o Muhammed, si dush, nëse do, po të lo ti llogariti umetin ton, ti të çon xhenet çish dush. Zoti edhe këtë Muhammed a.s. A pranoj këtë Muhammed a.s. Tha, o Allah, kam frikë se nuk do t'jem i mëshirshëm sa ti e për ta. Allahu akbar. Llogaritën çfarë pozicioni është Zoti që sapo na do neve, edhe ne, a nuk e meriton të jemi pak të kujdesshëm ndaj Zotit? A nuk e meriton ta duam këtë Zot? E dim se na përcjell vazhdimisht. E dim se na ka dhënë jetën, e dim se na mban gjallë, e dim se kthimi detyrimisht do të jetë ai. E në fund, po vazhdojmë jashtë Zotit, larg Zotit. S'është rregull. Këtë dijeni. Dikush nëse do shumë duaje. Pra Muhamedi alayhi salatu wassalam, i cili thot ka gjallë që ne ndoshta do të jemi, do të dënohemi, do të jemi në vështirësi, Zoti pra e thot, o Muhammed, llogariti ti, po ta lo këtë mundësi. Thot Zoti, ti je më i mëshirshëm për ta se unë. Ti je më i mëshirshëm për ta se sa që jam unë. Kjo është dashuria Allahu xhaleshanu pra për neve që në këto periudha kohore, Zoti s'ka nevojë me çu Gjibrilin këtu të na heq, as me laçe. Po Zoti e çon që Gjibrili nesër thot, o Zot, i pash vend mirë, shpërblej, mbaj, do me thonë, në vendet përshtatshme në kiamet, shpërblej me xhenet, pra do të dëshmon për të mira për neve. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Këto me laçe thot, do të bëjnë dua lutje për secilin person për të mirë. Do t'i marrin veprimet e tona, do t'i paraqesin të Zotit. Mendimet e dietarëve thonë se në natën e Kadrit parashihen me laçet e din programin një vjetor se çfarë do të veprojnë njerëzit dhe çfarë me laçja rrezikut e ditë kush me shku, me laçja vdekjes e ditë kush me shku, me laçja tjetër e mbrojtjes të kush me shku. Pra thuhet se edhe veprimet e njerëzve filtrohen te Allahu xhaleshanu në natën e Kadrit. Ka mendime në natën e 15 muajit Shaban, po kryesisht
më e njoftën a më e parafërt është se në natën e Kadrit. Se Muhamedi a.s. thot, ditën e hanë dhe enjke pse po agjeron, thot, ngritëm punët e Zotit. Dhe thot, dëshiroj të ngritëm punët e mia, unë duke qenë agjërueshëm. Ne sot kemi qenë agjërueshëm, dhe natën do ta kemi inshallah në ibadet, në adhurim, dhe kjo pjesë e kohës, derisa na jemi shtu aktiv në ibadet, ta Allahu Xhaleshanu regjistrohen veprat tona. Zoti edhe ndoshta sonte sa emra tanë shkruan se do t'jenë prej xhenetlive. Ka vlerë më e madhe se sa kjo. Allahu Xhaleshanu për këtë natë, ndoshta ne brenda duhet bëjmë dua dhe lutje. O Zot, në pjesa e punit e Ramazanit aty do shpëtim nga zjarri i xhenemit. Themi o Zot, nëse emri im ka qenë në llogaritë të xhenemlive, o Zot, kthehete, çohet të xhenetlive. Ndoshta lutja e sontit neve na kthen nga pozicioni tjetër në një pozicion shumë më të mirë. Atëherë ne të kërkojmë që në këtë natë të jemi aktiv. Pika e parë, thot njerëzit, të jenë kujdesshëm, sa më pak gjunohe, sa më pak gabime, sa më pak fjalë për na ton këton. Sepse shpesh e thojmë na, kur na pyesin neve xhallar cili është sevapi më i madh. Sevapi më i madh është mos më bëj gjuna. Nëse s'ki bëj gjuna, kjo është sevapi më i madh. Ne shkojmë nga kjo pikë. Pastaj mundohemi, na vesh kemi agjëru, kemi hangër iftar, po fal Yasin, do të jemi aktiv në pjesën tjetër të kohës. Ta shfrytëzojmë me lexim Kur'ani, pak le të regjistrohet, dhikr, përmendje Zotit, lutje, dua, namaz plus 2 rekat, 4, 6, 8, sa dush të shtëpia. Lutjet e tona për nevojat e jetës së kësaj bote, për prindët tanë, për familjet tona, për evlatët tanë, për jetën tonë, e cila mund të ketë vështirësi, mund të ketë probleme, pasojë të bëjmë dua dhe lutje Zotit që Allahu Xhaleshanu të na rregullon këtë. Për këtë është nata e Kadrit. Që ne me të vërtet të dim të përfitojmë dhe ta dim se kjo natë na u ka dhënë dhuratë, hedije, një mundësi që ne gjendjet e tona ti përmirësojmë në një gjendje krejt tjetër më të mirë. Pra nata e Kadrit këto janë vlerat e saja. Pra po e shohim se sa do që të flasim, vetë Muhamedit a.s. Zoti ka thonë, ti nuk e di çka ka në natën e Kadrit. Atëherë në moment që nuk e dim o Zot, ne kërkojmë prej teje që të gjitha ato urtësit, mshefësit, sekretet e natës së Kadrit, o Allah na i paraqesësh në momentet më të vështira kur jemi nga momenti i vdekjes dhe deri në kiamet dhe në sirat, dhe na shpërblen me to me xhennet. Walhamdulillahi rabbil alamin.